A ke, po mne, është gjithmonë rrugtimet janë, përveç ndjesi e mirë, është edhe sfidë në vete me shku komplet ekipa, me materiale, me krejt që duhet. Si shkoj, a ke ashtu si që ke planifiku me shku me shfaq, një shfaqe premier në një vend tjetër? Po, pa tjetër që ishte diçka shumë e jashtëzakonshme, kur kemi mri atje, pritja cilë ata organizatorët e festivalit që na i kanë bo, ka qeni pritja jashtëzakonshme. Sinqerisht, mu i me thonë që unë kam qeni për festivalet ndryshme, po pritjen që na i kanë bo në Samsun ka qeni diçka shumë e madhe, edhe më ka ardhë mirë që e kanë nderu Kosovën në asnjë mënyrë sa që në çdo takim zyrtar të tyre, neve na kanë ftu edhe na kanë thirrë me qenë pjesë e takimeve atje. A ke kjo qëllimi Gris që premiera tjetë diku tjetër, prej fillimit kur ke fillu shfaqe nuk e dash herën e parë me... Po, prej fillimit kur kemi fillu shfaqe nuk dash që premiera me qenë në Kosovë. Se? Nuk e di, dësha diçka jashtë Kosovës, me qu teatrin përpara, teatrin Adriana dhe me dhanë një premierë në ndërkombëtare. Edhe jam shumë e lumtur që ja kam arrit qëllimin me dhanë premierën në mënyrën më të mirë të mundshme. Shfaqja është përcjell nga 400 veta atje, edhe e kanë kap me njëherë shfaqjen, me njëherë, edhe pse titrat kanë qenë në gjuhën turke, e shfaqja ka qenë shqip. Po titrat në bazë të lojës së aktorëve shkojnë pak me vonesë. Edhe normal nuk mundesh me kapti në bazë titrave, po publiku e ka kap në bazë gjuhës tonë, edhe gjuhës trupit, edhe gjuhën shqipe, edhe kanë qesh, kanë duar trokit, ka pas ovacione gjatë shfaqjeve,